Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj, ja tani ku po takohemi me historinë e radhës dhe këtë herë do të ndalojmë me një realitet shumë të dhimbshëm. Fatkeqësisht, shumë prindër mundohen që gabimet e tyre në jetë t'i mbajnë sekret. Rifillojnë jetë të reja, shkatrojnë dashuri të vjetra, i mbyllin ato dashuri, nuk tregojnë që kanë patur fëmijë, por çuditërisht këtij djalit të mrekullueshëm ky realiteti i ka rënë duke qenë në plazh dhe ai ka zbuluar motrën e tij që nuk e njihte më herët. Më lejoni të tregoj një histori që edhe sot që e kujtoj më ngjeth mishin. Quhem Arlind dhe jam 27 vjeç. Jeta ime ka qenë si e çdo djalit normal, me sfida dhe me ëndrat e veta. Jam rritur në një qytet të vogël në jug të Shqipërisë, ku deti është frymë dhe ajër për njerëzit. Isha fëmia i vetëm i një babai serioz, edhe pak i ftohtë, dhe një nëne që ndroi jetë kur isha vetëm 5 vjeç. Për maman time nuk di shumë. Gjithmonë më thoshin që kishte qenë një grua shumë e mirë, por askush nuk fliste gjatë për të. Babai kur nuk e hapi atë temë në shtëpi, asnjëherë. Në verën e vitit 2022, vendosa të shkoj për pushime në Dërmi me disa shok. Ishim të lodhur nga jeta e përditshme në Tiranë dhe një javë larg në Bregdet dukej si aratisje shpirtërore. Ditët ishin të ngrohta, me diellin të ndritshëm dhe netët plot muzikë, zëra dhe shpresë. Por nuk kisha iden që ajo javë do të më ndryshonte krejtësisht jetën time, për gjithmonë. Ishte dita e tretë e pushimeve kur ndodhi. Ishim ulur në një lokal buzdetit, me gota freskuese në dorë dhe sytë më shkuan tek një vajzë që po ecte vetme për gjatë bregut. Kishte flok kaçurela të verdh, si rëra e lagur nga vala, dhe sytë ishin të një bluje që nuk kisha parë kur më parë. Një përzierje deti dhe qielli, që nuk mund t'i harosh. Ishte një film romantik, ku çdo gjë ndalon për një çast dhe rrahjet e zemrës bëhen edhe më të forta. U ngrita instiktivisht dhe ju afrova, duke ndjerë një lloj energjie që s'do ta shpjegoj dot kur më. Ajo ishte ulur në breg, po vizatonte me gishta në rër. E pyeta nëse do të mund të ulesha afër saj. Më pa me një buzëqeshje që më zbrazi nga çdo stres edhe më tha: "Nëse nuk do të më prishësh rrethin që po bëj, ulu." Quhej Elira. Ishte 24 vjeç. Ishte rritur në një qytet tjetër, në Fier, vetëm me maman e saj. Nuk kishte pasur kur kontakt me tatin, nuk e dinte as fytyrën e tij. Të dy ndam nga një gotë verë më vonë dhe shëtitëm gjatë në mbrëmje. Ishim si dy të njohur të vjetër, që sa po kishin rifilluar bisedën e dikurshme. Qeshnim, ndanim mendime për jetën, për dashurinë, për humbjet edhe për fitoret. Ishte një nga ato që njohjet nuk kërkojnë pikpyetje dhe përpjekje, gjithçka vjen natyrshëm. Gjatë javës që pasoi, u pam çdo ditë. Notuam bashk, hëngrëm drek në të njëjtin vend, ndam biseda në perëndimin e diellit. U ndjeva i lidhur me të, sikur më parë me ndonjë vajzë tjetër. Nuk e putha asnjëherë, por çdo përqafim që jepja, më dukej si një ndjenjë që për te i tërheqjes kishte diçka më shumë,
një lidhje e thellë dhe pa shpjegueshme. Në natën e fundit, para se ne të iknim, po flisnim mbi jetën tonë dhe të dy u ndaluam te prindërit. Ajo nisi të më tregonte se mamaja i kishte thënë gjithmonë që babai i saj kishte qenë një dashuri verore. Një djalë nga jugu që ishte zhdukur pa lënë gjurmë. Kur përmendi emrin e babait tim, më rëshqiti gota nga dora dhe u thye mbi dysheme. E pyes, a je sigurt për këtë emër? Dhe ajo me sy të lagur nga habia më thot, po, Arben Hoxha. E kam dëgjuar këtë emër gjithë jetën, edhe pse kur nuk e kam parë. Atë natë nuk fjetëm, ishim që të dy të shokuar. I tregova për maman time që kishte vdekur herët dhe se babai im kishte folur për ndonjë lidhje tjetër. Ajo filloi të dyshonte se ndoshta kishim më shumë për të ndarë se sa thjesht një pushim veror. Kur u kthyem në qytetet tona, si e cili bëri kërkime. E binda babain të më fliste më në fund. I thash që kisha takuar një vajzë që më kishte treguar për një lidhje që kishte pasur me një grua nga Fieri dhe për një fëmijë. Ai e uli kokën, pastaj u ngrit edhe doli nga dhoma. Më vonë më dërgoi një mesazh. Arlind, duhet të bëni analiza. Pa fjalë të tjera. Me shumë biseda, me Elirën vendosëm të bënim testin e ADN-s. Disa ditë pas analizave, mora telefonatën nga laboratori, kur më thanë që rezultati tregonte një përqindje të lartë të afërsisë biologjike. Më ra telefoni nga dora. Ulëm në një stol, unë edhe Elira dhe vetëm qam. Nuk flisnim dot. Nuk dinim nëse duhet të ishim të lumtur që kishim gjetur njëri tjetrin apo të shkatëruar nga e vërteta. Babai im pranoi gjithçka. Kishte qenë i ri, i dashuruar por kishte pasur frikë. Më pas ishte martuar me maman time dhe kishte lënë gjithçka pas. Ndërsa mamaja e Elirës kishte zgjedhur të riste vajzën e vetme. Dy njerëz që zgjodhen të heshtin, pa e ditur se çfarë stuhije po linin pas. Sot unë edhe Elira jemi motër e vëlla. Dhe më shumë se kaq, jemi miq shumë të mirë. Ajo është njeriu më i afërt që kam në botë. Nuk është histori dashurie me kuptim klasik, por është një histori dashurie në kuptimin më të thellë. Dashuria për motrën që nuk e kam njohur kurrë. Dashuria për një pjesë të vetes që mua më mungonte. Sot jetojmë afër njëri tjetrit. Takohemi çdo ditë dhe kemi bërë një premtim. Nuk do të lejojmë kurrë të na ndaj e kaluara, as gabimet e prindërve tanë. Ne nuk u takuam për të qenë të dashuruar, u takuam që të plotësonim një zbrasti që kishte vite që lëngonte në shpirtin ton. Jam Arlindi dhe kjo është historia e jetës time, një histori që nisi si një ëndër plazhi dhe përfundoi si një realitet i pabesueshëm, por mbi të gjitha është një histori dashurie për motrën time. Kjo është historia e Arlindit. Andaj, ju prindër që keni histori të këtilla, kur mos i mbani të fsheta, sepse një ditë e vërteta e saj do të delë.